ekspozitën edhe rolin e qeverisë edhe të kuvendit përmes financimit të kësaj ekspozite, e cila edhe për ne si deputet kuvendit të Kosovës, por edhe deklaratat që kanë dalë nga protagonistët e këtyre ngjarjeve nuk rezultojnë me të vërtetën historike, është një devijim që konsiderohet i qëllimshëm ose i pa qëllimshëm, por që duhet të vërtetohet në aspektin institucional, edhe kjo pjesë e përgjegjësisë ju takon edhe juve si kategoria re institucionale mbrojtja e vlerave të luftës shërbimtare. Mu më intereson sepse kam menduar që do të kemi edhe material paraprak, shohim cili ka qenë financimi i shtetit rreth kësaj ekspozite ose librave të cilat tash përfolen, një ndër librat që ekziston pjesa faktike financimit nga Ministria e Punëve të Jashtme, ku është shpërndarë, kush është shpërndarë, cili ka qenë qëllimi, a ka pasoja nga këto devijime historike, cilat janë të dhëmshme, sepse ka të bëjë me ngjarje tragjike të luftës, që flitet për masakra, evidentimin e numrit njerëzve, familjarëve, edhe gjithçka që lidhet, që është temë edhe sensitive, por është në fund fundit është çmimi që ka pagu populli shqiptar për liri dhe pavarësi, sidomos në luftën e fundit. Mua më intereson jo interesimi yt, po veprimet e juaj në kompetencën të cilën bin, veprimet institucionale. Nuk e pëlqej as ato që quhet gjyeti i shtrigash në raport e individit me këndo qoftë ai, sepse ne e dim, ka mujt me qenë këshilltari i kryeministrit, ose ka qenë faktikisht, që ka mujt, por ka qenë këshilltari i kryeministrit aktual, ka pas opinione publike kontraverse në kuptim me njerëz që spajtohen me realitetin historik çfarë ka ndodhur në Kosovë. Po mu si deputet i kuvendit të Kosovës edhe flas pa modesti, si mbrojtësi taksa u qytetarëve të këtij vendi, mendoj që qeveria ka për obligim ose dikasteri juaj tash në kompetencë të evidentoj këto fakte dhe të sjell para përgjegjësisë politike. Ku flas para përgjegjësisë politike sepse ne nuk jemi vendimarrës penal as juridik, ajo pjesa juridike që i takon institucioneve të pavarura që janë gjykatat edhe prokuria, dhe unë besoj që ata duhet ta bëjnë punën e vet ndaj kujt do të qoftë dhe kush do të qoftë që deformon të vërtetën historike, infekton qytetarët me të pavërteta në kuptimin e kontributëdhënësve, pavarësisht dallimeve politike çfarë i kemi ne në Kosovë ose përballet politike, dhe në fundit ne duhet që të jemi më koshient, me të bashkuar në kuptimin e mbrojtjes së realitetit, çfarë do të qoftë që ka ndodhur në Kosovën e luftës ose në Kosovën e pas luftës. Realiteti është një, ai është i pa kontestueshëm, sepse akoma ka plagë të hapura, akoma ka viktima edhe persona të pa gjetur, shumica shqiptar, edhe të cilët janë zhdukur, janë vrarë edhe janë masakruar qëllimshëm nga një aparat shtetëror hegemonist i Serbisë Miloševićit. Andaj mendoj që ju nuk e di kohën sa ki pas, interesimin besoj, po du me besu që s'ka mungu, por para kuvendit duhet me na sjell një raport mbi këto ngjarje, edhe mendoj kjo ngjarje më shumë me shërby për mi ndalu të pavërtetat në Kosovën e pas luftës, që kanë rrjedh më shumë si betejë politike se sa si realitet e mbrojtjes së vërtetës historike në Kosovën e pas luftës. Tash ju keni përgjegjësinë, asa keni edhe privilegjen, ka mujt me qenë edhe dikush tjetër në këtë pozicion, nuk du me personalizu, me thonë juve ju takon ma shumë ose ma pak, mendoj që çdo zyrtar e qeveritari takon njëjtë, nëse dënë me kry detyrën me nder edhe me përgjegjësi para ligjit edhe para kushtetutës, por mbi të gjitha para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë.